Përshëndetje miq. Nëse ushtria amerikane në gjirin persik do të ndalonte realisht dhe praktikisht anijet kineze të marrin naftë dhe gaz nga Irani, çfarë do të ndodhte? 1. Do të ndodhte një goditje direkte ndaj sigurisë energjetike dhe kombëtare kineze. 2. Një sfidë ndaj rolit të Kinës si fuqi në ngritje në lindjen e mesme. 3. Një sprovë mbi kufijt e ligjit ndërkombëtar detar e ndoshta edhe të rënimit të tyre krejtësisht. Dhe 4. Një përshkallëzim nga kriza rajonale në luftë sistematike të hapur midis SBA-ve dhe Kinës. Megjithatë, parashikimi më i mundshëm deri në këto momente nuk është menjëherë ndonjë luftë frontale Kinë-SBA, por duke u nisur nga fillimisht presion energjetik global në çdo cep të botës. Rritje çmimesh jo vetëm të energjisë karburanteve, por edhe në gjërat themelore ushqimore. Pastaj, kundërpërgjigje kineze mbi ekonominë dhe diplomacinë amerikane. Pastaj zgjerim i përplasjes së madhe SBA-Kinë dhe natyrisht rritje e rrezikut për ndonjë incident detar apo, siç thash, luftë e hapur midis Kinës dhe SBA-ve. E nëse as të gjitha këto nuk e ndalin konfrontimin e tanishëm dhe qëndrimin e çuditshëm të presidentit amerikan Donald Trump, çfarë mund të pritet? Unë besoj se mund të ndodhë edhe nëse vetëm një incident i vetëm në det, i lindur nga zbatimi i blokadës ndaj anijeve kineze nga ushtria amerikane e dislokuar aty, mund ta zhvendos konfliktin nga logjika e presionit te logjika e përballjes së drejt për drejt midis dy fuqive më të mëdha të botës. Dhe pikërisht aty qëndron pesha e vërtet e problemit. Nuk bëhet fjalë se kush e kontrollon Hormuzin, por kush e kontrollon të drejtën për të ushqyer me energji ekonominë botërore. Kjo është hyrja e temës të cilën e paralajmërova në lidhje me rrezikun që po troket në dyert e botës. Rrezikun më të madh deri më tani, edhe më i madh se fillimi i luftës së dytë botërore. Flasim për një incident, qoftë edhe i rastishëm, i cili do ta pëlqet luftën mes dy superfuqive, e të cilat armën kryesore dhe të fundit e kanë përdorimin e armës bërthamore. Shpresojmë se ende jemi larg këtij kërcënimi global. Nëse dëshirojmë tani ta bëjmë një analizë më të parafort, ta shoklojmë temën, mund ta nisi kështu. 21 orë rresht, amerikanët dhe iranianët u ulën, të themi, në Islamabad dhe biseduan ball për ball. Shikuar ose mbështetur në atë që e kemi pa, ishte një diskutim midis dy palëve e në mes të tyre pala pakistaneze si ndërmjetësuese, pa postime në rrjete sociale dhe pa raketa Tomahawk. Njeri me njeriun po bisedonin.
qenje njerëzore me qenje njerëzore. U dhez atë dit një shkëndi shprese se mund të arrihet një marrëveshje e cila njerëzimin do ta qetësonte sadopak. Ekzistonte një rrugë e vetme për të ecur përpara, rruga e bisedimeve dhe e arritjes së paqes, por ajo u mbyll me sulmin e ushtrisë Netanyahut mbi Libanin që filloi ta shndrrante në një Gaza të dytë dhe më pastaj qëndrimi i patundur i Iranit se ose duhet të ndalet aty menjëherë dhe çështja e Libanit të jetë pjesë e marrëveshjes ose ngritemi nga tavolina e bisedimeve dhe i kthehemi asaj që ndodhi deri më tani. Ministri i jashtëm iranian pati deklaruar atë botë, atë ditë se jemi të gatshëm 100% që të arrijmë paqe, por ta dinë amerikanët se jemi të gatshëm gjithashtu 100% të vazhdojmë luftën tonë. Ndodhi ajo që ka ndodhi në Liban, Netanyahu i prishi kartat, Irani refuzoi dorëzimin total të cilën e kërkonte vance administrata amerikane. Trump doli me një shkrim në rrjetin e tij social, duke e kërcënuar Iranin dhe duke thënë se ne sapo kemi filluar hapjen e Grykës dhe do të lejojmë vetëm anijet të cilat ne mendojmë se do t'i lejojmë, sepse Iranit nuk i ka mbet më forcë që të ndërhyjë në këtë proces nga sot e tutje, 15 minuta pas këtij lajmi që e bëri ja dha botës peshqesh dhurat Donald Trump, Irani kërcënoi se çfarëdo anije që ofrohet në Grykën e Hormuzit, qoftë edhe aeroplan mbajtëset amerikane, ne do t'i hedhim në erë. Çështja u kthye në pikën 0 dhe çfarë ndodhi? Filloi kërcënimi tjetër i shëbave se do ta bëjmë bllokimin e bllokimit të Iranit që e kishte bërë Grykës së Hormuzit. Dhe gjendja është këto që është tani dhe për të cilën po e shpjegojmë. Po e shpjegojmë në përmasa të një frike të qëndrueshme, të bazuar se Kina thuajse është e gatshme. Ti përdor mjetet e saj diplomatike e të presionit ekonomik po se po, por pas vizitës së Lavrovit që e bëri në Pekin, tani më zërat e dragojit kinez kanë ndryshuar tonet e tyre. Për 41 ditë mbi Doha, e Kuwait, e Abu Dhabi, e Riyadh, e Qatar, e Dubai, e qytetet të tjera dhe shtetet arabe të gjirit, mbi qiellin e tyre dhe mbi rokaqejt e tyre, mbi bankat e tyre, mbi hotelet e tyre, mbi rafinerit e tyre dhe mbi caqe strategjike fluturonin raketa pandërprerë, me mira dron e me qindra raketa. Thuhet se, sipas një raporti të dalë nga Këshilli i Shteteve të Gjirit, se Irani ka hedhur mbi 2600 raketa supersonike mbi këto vende. Dhe po mos të ndalej lufta,
dhe po mos të ishte ndërhyrja pakistaneze për afrimin e palëve që të ulen dhe të bisedojnë, kërcënimi iranian ishte ishte serios. Se do të bën vendet arabe të cilat po e mbështesin dhe ndihmojnë ushtrinë amerikane, do t'i bën vende të pabanueshme. Fillimisht duke i shkatruar implantet e ujit, dhe nëse nalet uji në Emirate, në Arabinë Saudite, nga ku edhe del e gjithë industria e energjisë dhe energjetikës dhe elektrikës, në vendet arabe të gjirit persik, të pasura me naft, ma nuk do të mbetej mundësi për të jetuar. Situata tani është ndruar në një sprov qëndrueshmërie, ku secila palë po përpiqet, secila palë Irani, Amerika, po përpiqet të rezistoj më gjatë se tjetra, të godas më fort pikat e dopta të kundërshtarit dhe të pres se kush po dorëzohet i pari. As shenjat më të vogla nuk shihen në teren se Irani e ka një të dorëzohet dhe t'i pranoj kushtet në fakt të papranueshme që ja ka vënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës folur kosovarqe, po thojnë edhe me deklarat decide, citat decid i Donald Trump, se ose do t'i marrim të gjitha ato që i kemi targetuar në Iran, ose jo 90%, por as 95% nuk do t'i pranojmë. Dhe çfarë janë ato që po i kërkon Donald Trump? Shkuarja e këtij regjimi, shkatrimi i sistemit bërthamor, kthimi i Iranit edhe një 47 vite mbrapa, Prapa 47 viteve që Irani jeton në një ambargo shumë të vështirë. Dorëzimi i raketave, shkatrimi i sistemit mbrojtës dhe, unë po e them, kthimi i Iranit në një Venezuelë e përtej Venezuele. Dhe kjo është e fundit që unë besoj se mund të pranojnë iranianët. Ngushtica e Hormuzit, miq, tani ma nuk është pika kryesore e presionit. Ajo është një rrugë përtej të qenurit, rrugë detare. Nuk ka nevoj për një blokad të plot për të paralizuar ekonominë globale. Vetë kërcënimi që është duke u bërë nga të dy palët mjafton për të ndikuar në tregjet globale, për të rritur çmimet e naftës, për të ngadalsuar transportin dëdar dhe për të ngritur kostot e transportit dhe të mallrave që transportohen andej pari, e ndikuar edhe në ngushtica dhe rrugë të tjera detare, dhe si rezultat përfundimtar vënien e globit dhe të botës para njërës pej sprovave më të madhe në histori. Fjalë këto të cilat nuk janë të mijat, por të nxjerra si citat nga raporti i IMF-s dhe i Bankës Botërore. Pasojat miq të një blokade të tanishme, të kërcënimeve të cilat po bëhen, nuk mbeten dhe nuk kanë me mbet vetëm në rajonin e lindjes së mesme, por, siç po shihet, po shtrihen dhe po rrjedhin shumë shpejt drejt tregjeve globale dhe në jetën e përditshme të njerëzve në vendet e tyre ku jetojnë në çdo cep të botës. Nuk kam ditë
të gjej ndonjë fjalor, ndonjë shprehje, ndonjë paralajmërim, ndonjë analizë tjetër nga ajo që e kam thënë radhazi. Kjo luftë nuk është dhe nuk do të jetë sikur luftat tjera. Gjithsesi, duke mos dashur të citoj atë që e kam thënë më parë, më lejoni të vazhdoj shpjegimin e temës për të kuptuar ju, miq të dashur, që më mbështesni, që më përcjellni, që bëni subscribe, që i shpërndani postimet e mia në Facebook, që i shpërndani postimet e mia dhe videot e mia edhe në kanalin e YouTube-s. Dhe duke ju falenderuar për mbështetjen, edhe njëre nga këto, ju bëj me dije se nesër, insha Allah, aty ka ora 21:09 pas darke, do të jemi live dhe do të dëgjoni të padëgjuara deri më tani në lidhje me rrezikun që është duke qëndruar mbi qiellin e Turqisë. Rrezik ky mbi qiellin e Turqisë, i cili do të përhapet në botë shumë herë, ama shumë herë, ju sfidoj shumë herë, nga rreziqet të cilat e kanë kanosur botën si rezultat i sulmeve të Iranit. Kjo me qenë tema e nesërme, të cilën do të shpjegoj fillimisht dhe pastaj do të shtrim komunikimin ton interaktiv për ta kuptuar njëri tjetrin, për ta dëgjuar njëri tjetrin, për ta ndjenë njëri tjetrin dhe për të mësuar nga njëri tjetri në lidhje me atë se çfarë është duke u bërë në këtë planetin ton. Planet ky që e them me plot gojë dhe pa hezituar fare se është para një rreziku katastrofik. Si rezultat i sulmeve të Izraelit dhe të Donald Trump, të ushtrisë amerikane mbi Iranin, mbi një popull perandorak, mbi një kulturë e cila u kërcënua se do të kthehet në kohën e gurit. Kërcënimi amerikan se do të shkatërroj përjetësisht qytetënimin iranian, qytetënimin persian, ka me mbet fjali, mbajeni men këtë shka po them, ju të rinjët të cilët po më dëgjoni. Kam me mbet në histori një ndër fjalit më të zeza, një ndër damka më e keqe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një kohë të gjatë dhe për brezat të tërë. Sepse nuk ka ndodhur kurrë në histori që një president i një superfuqie të kërcënojë një popull perandorak, një shtet me 100 milion banor dhe një fe, një sekt, një mellheb, një qëndrim dhe një filozofi islame, së cilës i besojnë me mish e me shpirt hiq më pak se 350 milion musliman në botë. Kërcënimi i Donald Trump se do të shkatërroj civilizimin dhe qytetënimin persian e iranian dhe Iranin do të kthej në kohën e gurit e përsëris, do të jetë damka më e zezë që ka mund të dalë nga zyra ovale, nga shtëpia e bardhë dhe kjo damkë për fat të keq do të jetë një logo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një kohë të gjatë, gjë të cilën jo që do të dëshiroja të ndodhte, aq më pak ta mendoja e kurrën e kurrës nuk e kam andruar se me gjithë fuqin, me gjithë vetdijen time, se sa jam i vetdijshëm për fuqin amerikane, si ushtria më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë në botë, se do të vijë kjo ushtri, një president amerikan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se do të kërcënoj një qytetërim me zhdukje, një popull dhe një shtet të kthej në kohën e gurit.
Miq, Trump është duke u munduar tani të krijoj aleanca, por me sa po shihet ka mbetur i vetëm, sikur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalën e kam për konfrontimin e tij me Iranin e së shpejti, mos thash zoti, edhe me Kinën. Pse ndodhi kjo? Sepse e nisën mbrapsht duke kërcënuar gjithë botën. Fillimisht, aleatët e SBA-ve u kërcënuan. U kërcënua Grenlanda, Grenlanda, që është nën patronazhin e Danimarkës, që është pjesë e Evropës. U kërcënuan shtetet evropiane me tërheqjen nga lufta dhe mbështetja e luftës në Ukrainë. U kërcënuan shumë herë me kartën e Rusisë. U kërcënuan me ndërprerje të marrëdhënieve ekonomike duke vënë tarifa të pa imagjinueshme. E së fundmi u kërcënuan edhe me tërheqjen amerikane nga NATO, që NATO më pastaj të mbetet nën hijen dhe nën mëshirën e Rusisë, derisa Evropa të arrijë në pozicionin sa të mund t'i thot Rusisë njëjtë siç i thot tani si NATO e tërësishme. Në lidhje me atë se çfarë ndodhi, cilat lobe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan përjashtimin e Turqisë, që më pastaj reagoi Franca, Britania, pastaj Gjermania dhe disa shtete anëtare, e që u vu më pastaj në pa një propozim se nëse tërhiqet NATO, SBA-ja nga NATO, e nëse Turqisë nuk i jepet prioriteti apo përgjegjësia e udhëheqjes së NATO-s, së paku Turqia ta merr nën udhëheqje divizionin apo atë pjesën e NATO-s, tërurin e NATO-s, për ta mbrojt Evropën së bashku me evropianët. Kjo që e thash tani është pjesë e trajtimit të temës, të rrezikut që po i sillet Turqisë me izën e Zotit nesër në live. Përveç që ndodhen këto kërcënime dhe prishje brenda bllokut qytetërimor perëndimor, më keq se kaq. E keni dëgjuar ndoshta, ekziston një rregull i dhëmshëm për të dëgjuar, jo vetëm në marrëdhënie ndërkombëtare, por në jetën në përgjithësi. Miq, kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, ka më pak partner për të ndarë barrën që të tejkalohet problemi. SBA-ja sot, jo që ka partner më pak, por SBA-ja, përveç Izraelit nëse konsiderohet partner, është e vetme dhe e lën e vetmuar në ballafaqimin me Iranin e përsëris, së shpejti edhe me Kinën. Aleatët e SBA-ve, veçanërisht në Evropë, përpiqen dhe po bëjnë përpjekje të reagojnë, por mjetet e tyre dhe mundësia e tyre janë të kufizuara e më keq se kaq shumë të ngadalësuara, me mundësi minimale të realizimit të atyre propozimeve që i bëjnë. SBA lëviz në det, ndërsa si shihet dhe po e dëgjojmë për çdo ditë, Evropa po nxjerr deklarata dhe po organizon samite se si të largohet kjo çështje. Tash pak më lart. Ajo çka është më e keqja, barra, puna e barrës. Vendosja e forcave detare kërkon kohë dhe diplomacia në të njëjtën kohë ka qëllime dhe rrugët e veta. Por asgjë nuk ndryshon. Ky qendrim evropian
në realitetin e dhimshëm dhe të rënd në gjirin persik në kohë reale. Në të njëjtën kohë, Irani po përballet me presione reale dhe shumë të rënda. Një pjesë e madhe e ekonomisë së tij varet nga nafta dhe gazi dhe çdo trazir atje ndikon shumë shpejt në gjithçka brenda Iranit, nga financat publike deri te forca e sigurisë dhe siguria kombëtare e iranianëve. Këto presione deri më tani kanë sjellë suksese, por siç e theka pak më parë, ende e shohim një Iran që është i aftë dhe i gatshëm të përballoj dhe të qëndroj që ta vazhdoj luftën edhe më tutje, derisa bota të lëviz, mos të them të qohet në këmbë, për të ndikuar në vendimet e Donald Trump dhe për të realizuar kërkesën kryesore iraniane. Dhe ja është me 2 pika. Të i paguhen Iranit çdo dëm, çdo tull që e ka shkatruar Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. $100 miliarda, sipas disa analizave, të cilat sot i kam pa, dëmet të cilat do t'i paguan bota, vendet arabe, në emën të shëbave, do të jenë diku mbi $6 trilion, dëme që ju kanë shkaktuar Iranit drejt për drejt dhe në mënyrë bilaterale me vendet e tjera të cilat do të kërkojnë hakun që e kanë humbur si rezultat i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Presioni është i dyanshëm tani. Nëse Teherani beson se një marrëveshje që po e kërkon Trumpi kërcënon mbijetesën e regjimit të tanishëm, ai mund të rezistoj edhe më gjatë se çka rezistuar deri më tani. Edhe nën presione ekonomike të cilat i ka filluar SBA-ja të ushtrojnë mbi Iranin me rastin e bllokimit të grykës së Hormuzit, temë këtë të cilën e shpjegova dje dhe term këtë të cilën u mundova ta gjej dhe ta kombinoj për ta njohur ose për ta kuptuar më saktë se çfarë ka ndodhur në grykën e Hormuzit. Pra, ka ndodhur bllokimit të Iranit që i ka bë ngushticës së Hormuzit. Për Iranin, kjo nuk është më thjesht çështje negociatash, por është çështje mbijetese përtej sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Natyrisht, ky qëndrim e krijon një të quaj ekuilibër të rrezikshëm. SBA ushtron presion nga jashtë, Irani të them e përthith nga brenda, ndërsa ekonomia globale mbetet e bllokuar midis ushtrimit të presionit amerikan dhe përthithjes iraniane nga brenda të këtij presioni. Rezultati, ekonomi e rënuar potenciale globale në shumë vende të botës. Përtej kësaj, miq të dashur, rreziku rritet kur zbatimi i kërcënimeve bëhet strategji e palëve ndërluftuese. Bllokada në këtë rast nuk është më mjet simbolik apo fjalë në fjalin kërcënuese, por është bllokadë kësaj radhe absolute. Nëse shpallet ndalimi i çdo anije, dëgjoni këtë fjali, të lutem. Nëse shpallet nga SBA-ja ndalimi i çdo anije, s'ka me kalu asnjë aty.
atëhere gjdo anije që kalon andej pari për çfarë do arsye, do bëson pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mjafton të shpëtoj vetëm një dhe të kalon andej pari dhe blokada fillon të qahet. Në fakt që në ditën e parë kanë kaluar 4 anije aty me gjithë e rezistimin dhe insistimin Amerikan që ato të kthehen prapa. Trumpi tani po përballet me një zgjedhje të qartë e padiskutueshme. Ose të vazhdoj për shkallëzimin e presionit, duke rrezikuar humbjen e kontrollit mbi luftën, ose ta shndroj atë në një rrugë për rikthim në negociata. Çfarë dënë të thotë kjo? E para, presioni I vetëm nuk sjell marrëveshje, miq. Ai mund të jep ndikim, të ndikoj, por nuk e përfundon punën. E them këtë bazuar në ato që ka ndodhur deri më tani. E dyta, negociatat mendoj se ka ardhur koha që të zgjerohen, që të futen palë të tjera, sepse vetëm midis Shebave dhe Iranit, me ndërmjetësimin spektakolar të Islamabadit, nuk do të sjellin bereqet. Përplasja, për çka e thash, sepse përplasja nuk është më vetëm midis Shebave dhe Iranit. Kina varet shumë nga energjia e importuar nga vendet arabe dhe nga Irani. Tjetra, Rusia është duke përfituar më së shumti nga ngritja e çmimeve të naftës dhe gazit dhe ka interesa afatgjate në Iran apo të Iranit që sa më shumë që e shtyen këtë blokad dhe sa më shumë mbetet e blokuar gryka e Hormuzit, aleatët e Shebave në Evropë, në Azi, në Amerikë dhe në Afrikë do të lëkundin direksionet e tyre nga Shebaja dhe të kthehen nga ndonjë vend tjetër. Analizë ndoshta hipotetike, por është analizë e bazuar në atë që po themi. Është edhe një çështje tjetër, miq. Kina, Rusia, Brazili, pastaj vendet arabe që po shesin naftë aty, India, Turqia, ma nuk janë spektator, por janë pjesë të dëmtuara të kësaj lufte apo nga kjo luftë dhe do të dëmtohen edhe më shumë nga blokada e vazhdueshme. E keqja më e madhe ndodhi sot. Disa herë Irani e ka përmend Babul Mandab dhe sot e dha paralajmërimin e fundit, bazuar në ato që e tha Teherani zyrtar, se nëse SBA-ja I prek anije të cilat vinë këndej apo dalin nga portet iraniane, sepse nuk ka puna vishte Hormuzi aty, po janë 7 porte. Është Bandar Abasi që e ka shkatru duke e bombarduar Izraeli, sidomos Izraeli, janë edhe porte tjera. Nuk ka në pyetje, e shpjegova dje, nuk është në pyetje vetëm nafta dhe gazi, miq, por janë edhe shumë gjana të tjera, të cilat dalin nga Irani. Unë e kam thënë, Irani karakterizohet me 2 gjëra, me nivelin intelektual në mesin e vendeve arabe, nivelin arsimoro intelektual dhe me nivelin e prodhimeve teknologjike apo të them të zbulimeve shkencore. Në Iran, është Irani në mesin e 20 vendeve më të fuqishme të botës. Sot, jo Irani I shahut, po flasëm për këtë Iranin tani,
për të cilën flitet vazhdimisht se shia, se drejtat e grave. Pa ja them një nga përvoja ime. Jo digresion, po që ta mbani mend. Kam jetuar me 70.000 lete që shthojnë për gjatë 27 viteve sa kam jetuar në përbot. 27 vjetë. Pas 27 vjetë jam këthyje në Kosovë. Unë edhe gjatë atyne 27 viteve kam marrë dhe kam shku. Komunikimi jem me qarqe politike të Kosovës, akademike, familjare, sene nuk është ndalë kur. Edhe sa kam qenë në Dubai, edhe sa kam qenë në Egjipt si student, edhe sa kam qenë në Turqi, lidhjet akademike dhe, mos të them, diplomatike, ushtarake, kanë qenë bajagit të një nivellit të ndjeshëm. Një farë nyje e vogël, një farë dikushi i vogël kam qenë. Edhe gruaja iraniane, bazuar në atë shka une e kom pa. Tek ne shqiptarët për shembull burri. Të shumë vene burri. Burri zoti shtëpisë e sene, po flas në këtë nivelin familjar shto. Gruaja iraniane është burri tek ne shqiptarët, ose të gjermanët, ta them s'po di, të turqit. Gruaja iraniane si shtyllë e familjes, si pjesë e shoqërisë është shumë e fortë. Ta banalizoj pak, sa për me kesh, burrat CEO zguzojnë me bo, pe i grave të ty në Iran. Edhe më besoni, ajo është shtylla. Përse? Gjen është i tyne, ashtu, nuk e di përshka, gjen është, por edhe që atë që për thëmën e mendësi perandorake. Një popull që e ka pas gjysën e botës në dorë me 100 vjetë. Gjysën e Evropës e ka pas Irani në dorë, e keni ditë perandoria persiane, me Greqie, me Trakie, me Balkane, me Kneje, ka Polonia, nëse jo sa Mongolia e Gjingiskanit, e shtrihet geografikisht se ajo perandoria mongole njihet si perandoria më e madhe territorialisht që e ka pas historia e njerëzimit. Por perandoria persiane ka qenë një grua, një femën, një vajzë e lindën në familje të tilla, nuk është e çuditshme me e pas këtë afinitet dhe prioritet. Dhe prap ju them, e sfidoj gjithka. Nuk ma mërmenja se ka ndonjë vajzë, femën në Iran që nuk është e shkollume. Hiq bash. Jo veç tash në kohën e këtij regjimit islamik. Jo edhe përpara. Shumë është interesant. Femna iraniane është në nivel përqindjeje, niveli më i lartë, dhe nivelet më të larta në botë shkollimi i femnës është në Iran. Po kthehem. Thash e dyta, negociatat meq do të zgjedohen. Sepse përplasja nuk është vetëm me këta dhe me këta, por për shkak se Turqia, Brazili, Afrika Jugut, vendet arabe, Rusia, Kina, India nuk janë më vetëm spektator, janë pjesë të dëmtuara. E treta miq, nëse nuk përshpejtohet lëvizja e diplomacisë, dhe nëse nuk fillojnë shtetet evropiane të jenë më azhur, edhe të tjerat, jo vetëm ato rajonale, Turqia e Pakistani që po frikohen prej luftës e pejsene, nëse nuk lëviz diplomacia botnore, nëse nuk hyt në loj diplomacia e NATO-s, a diplomacia e NATO-s dihet se shka është, nëse nuk mirët një tur në përvendet aziatike e andeja këndej nga lider botnor e me Iran e me, unë mendoj se puna është duke shkuar ze ma ze drejt një katastrofe vërtet globale. Edhe e katërta, meq aktualisht
mesazhi kryesor që po jepet është presioni mbi Iranin dhe Irani presion indirekt mbi SHBA duke e zgjat procesin e bisedimeve dhe qëndrimin ndaj bombardimeve izraelite. Pa qëtë qëndrim të deri tanishëm, pa përdorimin e këtij qëndrimi që e ka bo Irani deri më tani, unë mendoj se Irani motiko kishte me pësuar më të keqen. Dhe besoj dohet një farë menaxhimi të ndikimit global i përgjithshëm, jo vetëm gjuha e diplomacisë. Tregjet e energjisë do të reagojnë shumë shpejt, diplomacia, si që thash, çmimet do të lëvizin, edhe ato në fakt çmimet gjithmonë lëvizin përpara marrëveshjeve dhe kjo të krijon një formë presioni, jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndikuar në qëndrimet që është duke i marrën Trumpi së bashku me Netanyahun. Mark Feifel, një emër i njohën, Mark Feifel, bile që ke Feifel shkruhet shumë çuditshëm, P-H-E-I-P-F-L-E. Mark Feifel e thëtë shumë bukur. Dëgja, mënyra dhe toni i komunikimit ka rëndësi të madhe. Mirë po thëtë Feifel. Ajo që bën dhe mund të thuhat në një marrëveshje, dëgjoni, ajo që bën dhe mund të thuhat në një marrëveshje për blerjen e ndonjë apartamenti në Brooklyn, apo për ndonjë marrëveshje me një vajzë të bukur, dëgjo, apo për blerjen e ndonjë kazinoje në New Jersey, nuk është e përshtatshme për negociata diplomatike, sidomos në lindjen e mesme e veçanërisht me iranianët. Çfarë goditje bryll po i bën Trumpit. Saktësia e asaj që thuhet është thelbësore, thot Mark Feifel, sepse besueshmëria është ajo që e mban gjallë komunikimin diplomatik. Konflikti në Iran nuk është rajonal, ai është bërë krizë, ka shkaktuar krizë globale. Dhe, të nderuar, për ta kuptuar pra thellësinë e rrezikut, do të kuptuar boshti SHBA Iran-Kin në lidhje me energjinë, në lidhje me detin, në lidhje me hegemoninë rajonale dhe me skenaret e ndryshëm që mund të ndikojnë në nglapa furnizimin e Kinës me ato që e kanë bërë Kinën deri më tani, Kina të cilën po e shohim. Luftë e madhe dhe e hapur me Kinën, sepse nyja reale këto nuk është Irani, por është raporti SHBA-Kin për të shtije në dorë kontrollin e energjisë dhe rrugëve detare. Çfarë nënkupton kalimi i anijeve kineze dhe cilat janë skenaret më të mundshëm nga presioni ekonomik deri te përplasja e kontrolluar, për fat të keq më mbeten edhe pak minuta që ti shpjegoj në këtë kohën e mbetur. Nëse SHBA-ja do të ndalonte fizikisht anijet kineze, çfarë do të veprojë Kina? E para, miq, në bazë të raporteve të IEA-s, IMF-s, Bankës Botërore, vlerësojnë material i botuar në Reuters, a unë para një 2 javë e kam bo një status, po nuk pi lexoni jo. Edhe dishka mu
mu keni zajftue, mu keni saritavë, nuk po i shpërndani bre burra statuset? Allah hila po këtani se po mbëni shpërndani statuset o burra. Shpërndani statuset. Ose thonëm, Mustaf leti këtë punë që une po penisi që të punë për vazhdoj informe me analiza e ti shpërndanaj. Wallahi billahi 24 orë e bëj. Veç a ka dishka, a gjaj dishka sa i ka, mashallah, po une a gjaj dishka me shpërnda dhe me lezue shqiptarët. Bile sot, me rasisht më ranërmen, është një hoxh në Vjenë, imam, ndo këtë Vjenë është, i Shkupit, e ka një mjekër. Omer e ka emnin, Omer Efendio, një ndër njerëz më të pjekur që i kam njohur në përmes rrjeteve sociale. Sot po i shkruaj, ki shkruaj një status shumë të fort, edhe po i shkruaj, po i komentoj. Po do me i detyrue një 3-4 vetë, në mesin e tyre edhe unë, me të ardhë në Vjenë, më të marrë kompjuterin, edhe celularin, e më të lamë pato, e mos me shkruje, veç ka shëralë si që po shkruaj. Shkruj e burë, shkruj, sepse je njeri që fjala jote ka pesh, dhe një artikulim të mahnetshëm, selam aleikum, Omer Efendi, të përshëndes nga këto. Shkruj, sepse kanë nevoj njerëzit të i lezojnë mendimet e tuaja. IEA-ja, bazuar në raportin e botuar në Reuters, vlerëson se rreth 20 milion fuqi në ditë kanë kaluar për gjatë vitit 2025 që aty. Afërsisht 1/4 e tregtisë detare botërore e naftës. E dyta, si luftë për ndikim mbi lindjen e mesme është faktori ose sebepi ose targeti ose qëllimi kryesor i dyti i përpjekjeve të Trump për të rënuar Iranin. SBA-ja në fakt miq, luftë për ndikim në lindjen e mesme, SBA-ja në fakt historikisht ka qenë garantuesi kryesor i sigurisë detare dhe rendit rajonal në lindje e mesme. Kina në anën e vet gradualisht ka hyrë si fuqi ekonomike, financiare dhe tani diplomatike. Ndërmjetësimi i saj në afrimin saudo-iranian i vitit 2023 për mua ka qenë shenja më signifikante e ndryshimit rrënjësor, rapid, të marrëdhënieve ndërkombëtare të lindjes së mesme. E kam pase me që Kina arriti t'i ullë në tryezë të bisedimeve dhe të nënshkruajnë marrëveshje që kur s'kan mujt me u imagjinue. Midis Arabisë Saudite dhe Iranit, kam thonë se Kina ka ndikim të madh aty. Dhe këto, miq, e shoh une një prej arsyeve pse Netanyahu e ka nis luftën me Iranin, dhe është detyrue Irani pastaj ta bombardoj edhe Arabinë Saudite. Sepse besimim, mendimim, e pa kë Netanyahu se ka është të shku lindje e mesme si rezultat i shkatërimeve makabër që janë bërë mbi gazën heroike dhe mbi herojt e gjallë. Dhe shohedat e vdekur e shahidi dëshmori nuk ka i vdekur si pas Kur'anit. Nuk është i vdekur, thet, mos i quani të vdekur dëshmorët tuaj, porosit Kur'ani. Si rezultati i asaj që ka ndodhur në gazën heroike dhe në ata herojnë të gjallë, Irani u afrua me Arabinë Saudite për te i kësaj u dhanë shenja që atë botë të një afrimi pakistanezo-turko-saudiano-egyptas dhe krimin e një aleanse të fuqishme edhe ushtarake në të ardhmen. A ju kujtohet ajo NATO islame që përmendej, themelet ju vnun dhe fillimi i luftës kundër Iranit mund të ketë edhe këtë kuptim. E treta, miq, si krizë e varësisë energjetike aziatike, Kina mbetet importuesi më i madh i energjisë në botë
dhe një pjesë shumë e madhe e sigurisë së saj ekonomike lidhet pikërisht me grykën e Hormuzit, nga ku del gazi, nafti dhe nga ku shkojnë produktet e saj. Reuters në shkrimin e djeshëm shkruan se në vitin 2025 rreth 49.4% të importeve totale energjetike të Kinës vinë nga lindja e mesme. Imagjinoni çfarë goditje është të marrë Kina tash, dhe çfarë mund të ndodhë, siç e shkrova, siç e thash në fillim të kësaj video. Si e katërta, që është duke u bo aty, po shihet se çfarë po ndodh, është duke ndodh një sprov, një prov për të pa fuqia midis kufirit sankcionues dhe sankcionit si blokad. Thjesht, po të vënoj sanksione edhe po ta blokoj rrugën. Sanksione që 47 vjet, tash blokad që 2-3 dit. Po do Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vllavi jem, me pase çfarë dallimi ka që kjo dhe cila do të jetë më efikase. Kur SBA-t kalojnë nga presioni financiar te ndalimi fizik i anijeve, në rastin konkret anijeve kineze, atëre konflikti e ndryshon edhe natyrën, edhe formën, edhe tonin, edhe rrezikun. Bëhet një luftë e hapur në det, që shkon drejt një logjike të ngjashme me blokadën e cila ka ndodhur në luftën e SBA-ve ekonomike me Bashkimin Sovjetik derisa e rënuan dhe me perestrojkën e tij më pastaj ky Gorbaçovi e shpall vdekjen e Bashkimit Sovjetik. Kina meq është masa e vërtetë se nuk mundet me zavendësue SBA-n ushtarakisht në lindjen e mesme. Më sakt, ta them, ajo është duke ndjekur një model krejtësisht tjetër, cili është hegemoni funksionale pa okupimin ushtarak të drejt për drejt siç e ka bë SBA-ja. Synimi i saj nuk është domosdoshmërisht të bëhet polici i rajonit dhe polici i botës sikur SBA-ja, por të krijojë një rend global kur rrjedhat e energjisë, infrastruktura, financat dhe ndërmjetësimi diplomatik të varen shumë e gjithnjë e më shumë nga interesi dhe vullneti i Pekinit. Po apo kërkon Kina pra hegemoni në lindjet e mesme? Po, por jo në kuptimin klasik amerikan. E deshifroj, e shokloj edhe më mirë, hegemonia kineze në lindjen e mesme më tepër është hegemoni e konsumatorit të domosdoshëm, me shtin dorë që të shkashkon me blinë shitore, në vetë shërbim, që pëthojmë supermarket, hegemoni e investitorit dhe kreditorit, hegemoni e ndërmjetësit diplomatik dhe gradualisht natyrisht hegemoni e standardeve të rendit alternativ global që po krijohet. Në vend të bazave ushtarake të shumta, Kina përdor tregun, përdor kreditin pra, përdor teknologjin, përdor portet, përdor kontratat afatgjata dhe më kryesorja që e ka deri më tani, neutralitetin fleksibil. Ndërmjetësimi i saj mes Arabisë Saudite dhe Iranit e përsëris përsdyti i ka dhënën Kinës një kapital shumë të madh diplomatik, ndërsa lidhja energjetike me Iranin e bën Kinën një aktor që nuk mund të përjashtohet nga asnjë zgjidhje dhe ekuacion serioz në rajon dhe gjithandej në botë. Shikuar të gjitha këto, miq, para se ta përfundoj, interesat kineze këto në rrafshin financiar, në rrafshin operacional, në rrafshin e ndërhyrjeve fizike, që e prekin strategjin, interesin,
dhe sigurin kombëtare të Kinës në rrafshin e investimeve kineze në 50 vjetët e fundit, duke punuar ditën atë populli kinez, mbi afër 2 miliard, shpenzime, investime në të gjitha anët e botës, investime në infrastrukturë edhe në vendin më të lartë të Amerikës Latine, edhe në vendin më të thellë, më të zi në Afrikë, edhe në vendin më të lartë në përtej Rusijës, edhe në vendin më fashist në Ballkan, në Serbi, në të gjitha vendet këto investime infrastrukturore në triliona e triliona dollar. Vetëm në rrugën e Mëndafshit 2.1 trilion dollar i ka harxuar Kina për të eksportuar produktet e veta këndej dhe një fuqi e tillë ekonomike globale po u prek në interesin, në thelbin dhe në zemrën e ekonomisë së saj, çfarë mund të pritet përveç asaj që është më e frikshmja. Pra, frika më e madhe e Pekinit është se Kina ka ndërtu sigurinë e saj kombëtare mbi disa shtylla të dallueshme nga Amerika që e ndërton sigurinë e saj kombëtare. Por një e ka të brisht dhe atë po ja përdor Shebaja shumë mirë. Kina nuk ka arrit të siguroj rrugë detare, infrastrukturore në për tokë po, aeroporte po, por nuk ka mujt me i shtije në dorë ngushticat dhe rrugët detare. Hormuzi në këtë rast nuk është thjesht një nyje tregtare, ai është një test i asaj që strategët kinez e kanë quajtur vulnerabiliteti i Malakës dhe më gjerë se kaq, varësia e Kinës nga këto koridore e bëjnë Kinën edhe më të rrezikshme. Nëse Shebat, po përfundoj, arrin të ndalojnë anijet kineze, çfarë mund të ndodhë? Unë mendoj se Pekini do ta lexon si paralajmërim strategjik se e njëjta logjik mund të përdoret nesër edhe në detin e Kinës jugore, në ngushtica tjera dhe në rast të krizës rreth Tajvanit. E dyta, Kina do ta lexojë këtë ndalimin e anijeve kineze se do të thellohet në bindjen e saj se Shebaja nuk po e kufizon Iranin, por po e teston gjakun, mendesinë dhe aftësinë kineze për të këmbgulur në mbrojtjen e interesave të veta. Dhe e treta, kjo do të shtyjë Kinën pra drejt një përfundimi shumë më të rrezikshëm, se duhen përshpejtuar të gjitha mjetet për të thyer varësinë nga rendi detar amerikan dhe nëse është e nevojshme dhe nëse pati ka qik një ballafaqim frontal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse Pekini e di se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, targetin kryesor e ka Kinën, ndërsa Kina, siç dihet botërisht, targetin kryesor e ka shtrirjen e saj, ndikimin e saj, jo vetëm në lindjen e mesme, nga ku varet shumë ekonomia e saj, por në çdo cep të botës. Se a do të arrihen këto objektiva, a do të shkaktohet lufta e tretë botnore kësaj radhe, nisur nga Shebaja dhe Kina, mbetet të pritet. Prognozimet e mia janë, jemi para një shpërthimi të madh, shumë më të madh se para fillimit të luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Natën e mirë.